Martini nesër starton kampionati. Besoj që pritet me interes nga Vllaznia ky kampionat i ri. Normal, fillimi I sezonit jemi mundu me plotësu ekipin gjithë reportet. E dina që do të jetë kampionat I vështirë, më I vështirë se I vjeçmi. Kështu që kena punu, nuk jemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse edhe faza përjetore ka kanë shumë e ngarkume, kam të janë trona, gjithsesi. Duhet jena të gatshëm për fillimin që është nesër. Çfarë ju bën të mendoni, profesor, se do të jetë një kampionat më I vështirë? Po është më vështirë sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzu shumë, janë ekipe që edhe kanë si Egnatia, si Dinamo, anën financiare me kalimin njëna në grup dhe tjetra. Inshallah do ta kalojnë nesër sepse I uroj. Janë forcu edhe financiarisht, janë forcu edhe me lojtarë, po ashtu edhe Teuta, po ashtu edhe Tirana. Kështu që do jetë kampionat më I fortë. Shumë ndryshime në përbërjen e skuadrës nga sezoni I kaluar. Një dëshirë juaj për ta ndryshuar skuadrën apo ishin edhe zgjedhje lojtarëve? Jo, ishin zgjedhje të lojtarëve. Domethënë ishin 3-4 lojtarë ose 5 më mirë që doshin me ikë, nuk kishin mundësi me I majt. Kundër dëshirës tonë, kuptohet. Kështu që ishim detyruar për me lëshu, kështu që jena mundu, kena ble lojtar, kena marrë lojtar mjaft mirë, që do të ndihmojnë shumë gjatë kampionatit. Se u larguan, profesor? Po pyetja që duhet me bëj atyne, sepse skur diçka s'është në dorën time, nuk mundem me I dol për zot. Profe, në vështrimin tuaj, si vjet organika, është me forcë se vitin që shkoj, si e shikon? Jo, ne jemi mundu me bëj një ekip shumë të fortë, një ekip që do të kërkojmë prapë me bëj lojën tonë. Ndoshta kemi më pak fantazi, por kemi më shumë muskuj. Kështu që normalisht ndryshimi, se pothuaj se janë 7-8 lojtarë të formacionit që janë largu, nuk ka shkollaj të fusë 7 tjerë dhe t'i bash me lujt ashtu siç ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyra të lujtunit këtu, me mënyrën e të lujtunit si kanë lujtë e ekipit e veta, kombinimi me njëri tjetrin, kështu që janë disa gjëra që dojnë kohën e vetë, megjithatë shpresoj që t'i bëjmë sa më shpejt gati të jenë harmoni të plotë. Cili do të jetë objektivi I Vllaznisë këtë sezon, profesor? Objektivi I Vllaznisë. Ne do I bëjmë ndeshjet një kundër një çdo kundërshtarit. Mandej me kalimin e javëve do të jenë edhe më të qartë tek idetë tona, sepse thash janë shumë ekipe që kanë hyrë për me fitu titullin kampion. Kanë cilësi më tepër se na faktikisht, megjithatë unë kam ndjem që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë mu stërvit, nuk kanë frikë mu ballafaqu me asnjërin. Kështu që do ta shohim me kalimin e kohës. Profet, I kënaqur me afrimet e merkatos deri më tani, me qenë se është edhe intervista e parë e juaja në këtë prag sezonit dhe prisni diçka tjetër nga kjo merkato? Ne jemi pothuajse të plotësuar, pothuajse po jemi të plotësuar gati në çdo repart. Në çfarë do të kena ne një lojtar që do të ishte do ta marrim, por gjithsesi me këtë lojtar jemi të gatshëm me fillu kampionatit. Profesor, me që nuk keni folë për sezonin e kaluar, si e cilësoni? 3 ndeshje, cilat Vllaznia I hupi, e pati 2 herë shansi. Një herë ndeshjen e parë direkte, por ju dha shansi edhe një herë tjetër pas asaj fitore. Se cilësoni si një dështim apo si e shihni? Jo, dështim. Dështim do të ishte nëse Vllaznia do të kishte kanë 25 herë kampion, të 25 vjet rresht, dhe do ta humbte si met. Po ne kemi 25 vjet që jemi kampion, kështu që nuk duket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim afër. Megjithatë të këqijat ato tmetat tona, dobësit tona që kishim në ato momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse unë kam humb kundër Dinamos në Kupën e Republikës, kam shkuar 0-2, është hangër një penalti ose një gol që vetëm jo Gjengjoja e din që ishte në var, edhe nesër me Ignatin jam dënuar me një karton të kuq të pallon që do të ishim prapë finale. Domethënë, përveç asaj që ne sishim formën e mirë,
ishin dy gabime arbitrare që na ndalën edhe Kupën e Republikës dhe kampionatin. A keni reflektuar ju personalisht profesor për disa ndoshta ka një pjesë që i çuin gabime, një pjesë ju kanë dhënë drejt, ju kanë mbështetur që kanë ndodhur sezonin e kaluar, pra debate me trajner, me media, me disa lojtarë brenda ekipit, keni një reflektimi për sezonin e ri që ndoshta mund ndikojnë drejt për drejt tek ekipi? Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund të jetë kjo pyetje që thonë ti, po jam i bindur që s'muhet me mamyll kërkush gojë, nuk mundesh kërkush me më ofendu, nuk mund kërkush me bëu arroganti, as kundër mejet, as kundër ekipit tim, as kundër qytetit tim. Nesër start kampionatit nesër do. Besoj që objektivi vetëm është ta nisim me fitoren. Gjë neshjet vështira, neshjet e parë janë shumë vështira, ne shpresojmë të bëjmë çmundën dhe besoj verbrisht që do të fitojmë, megjithatë Skënderbeu është një ekip që ka bërë blemje, shumë blemje, nuk e di se sa nuk e njohim mirë njëri tjetrin, janë shumë faktorë që e bëjnë neshjen të vështirë. Megjithatë unë them që nuk ka emnes Skënderbeu, Gnati apo kushdo tjetër janë barabartë fushë e lojës, diferencat nuk janë as të mëdha. Kështu që do të jetë një ndeshje e luftuar, do të jetë një ndeshje që do të kërkojmë nga fillimi deri në fund për me fituar, mandej rezultati nuk është edhe krejt në dorën tonë, thashë janë edhe faktorë. Profet, Skënderbeu deri në këtë moment e ka merkaton e bllokuar. Jeni të përgatitur për dy skenare dhe me lojtarët e sezonit kaluar që ka pasur Skënderbeu dhe me afrimet që ka bërë? Prandaj thashë njeh shumë pak skuadrën e Skënderbeut, si është ndërtuar. Skuadrën e vjetër gjithashtu e njeh shumë pak sepse kanë luajtur kategorinë e parë. Kështu që informacionet janë të pakta, përveç aty në ndeshje miqësore që ka bërë që i kam njeh më anë të videove dhe thash jena një fazë që duhet e di që loja s'do të jetë nivelet e larta, por është fillimi i kampionatit, duhen pikë dhe duhet i marrësh këtë pikë gjithsesi. Një strukturë e një profesor, por një formulë ndryshe, është më mirë kështu? Nuk e di, unë vjet e kena mbyll 36 javë, kena mbyll në vendin e parë, ju e dini si shkon punë dhe humbë në fund. Si mjet të paktën formula 6 ekipe e vajtë ardhë 3 fazat dhe vajtë ardhë është më logjike, më e mirë. Unë prap jam me formulën do të kishte kanë më mirë ndoshta siç ishte me 36 ekip, me 36 meshë dhe të marrin kampionati, po megjithatë më duket formulë interesante, shpresoj të funksionojë. Profe, ka interes edhe për katër afrimet e fundit me Meti, Dylise, Tunkara dhe portieri Kristian Abraham. Do të jenë gatshëm për nesër, kanë arritur të shkrihen me grupin e theh, a do të jenë gatshëm Kobiliar dhe Gurisht, duke qenë se kanë dënime nga Komisioni i Disiplinës? Pothuajse, domethënë kemi disa, Dylise edhe Tunkara është akoma nuk janë në kondicionin e tyre fizik. Do të jenë nesër, do të vendosin momentet e fundit, sepse për fat kemi edhe lojtarë tjerë, nuk është shqetësuese e rëndësishme që me kalimin e kohës munden shumë shpejt do të integrohen me ekipin. Janë lojtarë që do të na ndihmojnë gjatë gjithë kampionatit. Gurishta është i dënuar 6 javë, nuk ka mundësi për mu fal sepse mas 3 javë dënim mundet mu fal, kurse Kobiliari do të falet. Do të paguhet ajo që ne kemi. Ka lojtarë që mund mesin një liste, profesor, ka një dyndje lojtarë që flas në momentin e federimit. Nuk e di për federimit sepse nuk është se ne kemi datat e federimit janë 2031, ne kemi mundësi federimit edhe të ekipi B, kemi mundësi federimit edhe të ekipi 3, kështu që jo flas për ekipin e parë. Po jo. Mbeten jashtëm që detyrojnë të lënë tek ekipi i dytë. Jo, po kjo nuk është arsye që ngelen jashtë, kjo është arsye që ne porujmë edhe në vend për një lojtar tjetër të ri, sepse kemi thash edhe bën, edhe të trit, sepse kemi Uldedet, kemi Bizin që munden na me i federuar të trit, kemi lojtarë tjerë që munden na me i federuar të B, që do të jenë prapë pjesë e ekipit të parë, por kjo është ajo luksi i grupit i ekipit B, sepse kështu është formula e tillë që mund na me i quat edhe me i marrë edhe për neshë, kështu që s'është ndonjë problem i madh. Sezonin e kaluar të gjithë menduan që pika më e fortë e Vllaznisë ishte cilësia e lojtarëve. Si vjet, cilët jetë pika më e fortë e kësaj skuadre? Jo, ne kemi prapë cilësi, thash që fillim të intervistë që kemi më tepër muskuj se sa cilësi, megjithatë edhe cilësia nuk na mungon. Unë ju siguroj diçka që
do të bëjmë lojën tonë, do të jemi agresiv me çdo kundërshtar, do të mundohena në çdo moment me kenë 100% fushën e lojës. Shumë mirë është sepse edhe bankinin edhe rolet I kemi dublume, sepse vjetë kemi pas probleme në zëvendësimin e disa lojtarëve, në krau muajt nuk kisha lojtar, nga krau djathtë në vra Kastrati nuk kisha mundësi zëvendësimesh, kështu që edhe me bekimin që ishte vetëm sulm nuk kishim si u vra Bismarku nuk kisha mundësi me fut tjetër, të kjo organika është më e mirë, kena lojtarë që munden me zëvendësu njëri tjetrin, kështu që them që megjithatë grupi është ai, forca e grupit është ai që. Cili është mesazhi juaj për tifozët, profesor në nisje të kampionatit? Po, unë du personalisht e jetoj si ata, sepse e di se kena ndru një kampionat tonë për me fitu, nuk arritme. Mesazhi mas tonë kësaj kohë dal intervistë dhe flas, është shumë I qartë, në radhë të parë njës për atë mos fitim kampionatit, thash mëllem mu, atyne, familjeve tona, sepse ka një kampionat shumë stresues, më vjen keq shi. Por, jeta vazhdon, kampionati fillon I ri, inshallah dhe me mendimin e tyne, me dashamirësinë e tyne, mundena me ecë përpara. E shihni vllaznin si pretendente? Po është shpejt me diskutu, shumë shpejt me diskutu, 36 javë, po fillu kampionati, nuk mundem me thonë kur gjë të tillë. Profe, keni një koment edhe për rregullin e ri të Federatës Shqiptare të Futbollit për aktivizimin e lojtarëve me vitlindje 2007. Ka vllaznia në organikën e saj element cilësor që mund t'ia dalë mban të aktivizohet me? Dëgjoj, unë me thonë që nuk jam pro, nuk mundem me thonë. Por që duhet ishim lajmëruar më përpara, sepse ne kishim bërë blemi disa lojtarë dhe për arsye të kësaj formulet këto lojtarë na mesin hije. Kështu që jam pro, por duhet kishim kanë lajmëruar më përpara. Faleminderit. Faleminderit.